Qytetarët që udhëtojnë drejt Greqisë përmes pikës kufitare të Kapshticës vijojnë të përballen me pritje të gjata për shkak të vonesave në doganën greke të Kristalopigjit. Edhe gjatë mëngjesit të sotëm përpunimi i udhëtarëve në anën greke është zhvilluar me ritme shumë të ngadalta, duke krijuar radhë të gjata automjetesh dhe vonesa të konsiderueshme. Udhëtarët raportojnë se po presin në temperatura që arrin deri në 30 gradë Celsius, ndërsa nuk kanë marrë asnjë sqarim zyrtar nga autoritetet greke për shkakun e këtyre problemeve. Për shkak të situatës, pothuajse e gjithë zona neutrale mes dy pikave kufitare bllokohet nga automjetet e qytetarëve në pritje për të kaluar kufirin. Ndërkohë në pikën kufitare shqiptare nuk raportohen probleme dhe procedurat e përpunimit po vijojnë normalisht. Kjo nuk është hera e parë që udhëtarët hasin vështirësi në doganën greke të Kristalopigjit. Prej gati 7 muajsh në këtë pikë kufitare janë regjistruar shpesh vonesa dhe radhë të gjata, duke shkaktuar shqetësime për qytetarët që lëvizin mes dy vendeve.